për këtë unë nuk kam qenë pozitiv në kuptimin. Përse? Për një arsye shumë të thjeshtë. A ka kauza më të mëdha opozita se këto? Pra, deklarohet farë zgjedhore nga Partia Demokratike, apo jo? Janë vjetë zgjedhjet, ose BE Odiri e verifikon këtë. Kemi rastin Balluku, të Del Spaku e ka Mart Pandeu zyrtarisht thot 50 milionë euro për këto po hetohet, pastaj hap dhe një çështje dytë për 20 milionë euro tjera për lotin e 4 tunazës madhe. A ka kauza më të mëdha? Partia Demokratike. Po e bën punën Ali Mehmeti. Përse jeni kaq kritik? Ndjes, GKK-ja kërkon të pezullohet nga detyra, kryeministri, që ka për herë të parë që merr dhe Pandeu një ministër detyrë, aq më pak zëvendës kryeministër, nuk e pezullon. Dhe nuk i bindet urdhrit gjykatës. Pra, a ka kauza më të mëdha? Këtu duhen protesta masive, duhen protesta të qëndrueshme, me shembuj të fortë, konkret, ka një spektër gjerë protestash, jo thjesht fjalime në shesh.